sot gjini për shkollën fillore të mesme të Albana Zokoqiu Vështre, përmbyllet aktiviteti tonë 3 mujor, që ka qenë aktivitet i financuar nga Ambasada Norvegjeze përmes OSBE-s dhe ka implementuar Komiteti Jo Lokal për Siguri. Ka qenë projekt për sigurimin e nxënësve në komunikacion. Në këtë rast ne kemi përmbyllet këtij aktiviteti, që mendoj ka qenë një aktivitet i suksesshëm. Shkolla që kanë qenë përfshirë këtë aktivitet. Ja kemi dhëruar nga një tabelë magnetike të shkollës Andon Zakoqajupi, i kemi dhëruar edhe këtë semafor dhe 2 tabela magnetike. Kështu që me sot ky projekt është përfunduar. Drejtori i shkollës Qajupi falenderoj organizatën norvegjeze, bashkëpunim me OSBE-n, mirësin bashkëpunëtori tyne që ka gjetë shkollën tonë këto, për të dhëruar këtë semafor dhe 2 tabele magnetike dhe disa simbole për komunikacion, për rreziqet të fëmijëve që kanë nosën, për reflektimin e tyre rrugës gjatë udhëtimit mia prej shtëpie në shkollë, prej shkollës në shtëpi. Jam mirënjohës për këto gjëra të cilat ne kanë shkollë. I falenderoj në emër të kolektivit dhe shkollës i drejtori i shkollës.